me qef kënën se sa me folë. Ma me dëshire kam me këndu se sa me folë. Më ka humin dilio, se di kum karoje, se di kum karoje, rrethëm rretho borritho, me lote ka me loe, me lote ka me loe. Që sa kohë po që mirësh me muzikë? Diku në afër 20 vite, po. E mon men që shke fillu? Po, kam fillu, do më thonë, qysh në shkollë të mesme, që falenderoj profesorin e em, do më thonë, a im ka shty që të marrë pjesë në ansamblin Shot Galica. Do më thonë, në ato kam fillu në shkollë të mesme, merë shumë pjesë në kore të asoj shkollës, dhe kam marrë pjesë në ditën e shkollës, kështu si A e mojnë men ato ditë e para, ke pas emocione, se normal gjithojnë artistat që ku me ditë sa ko më bo me kënu, se shfar do pune që e bëm para kamerave. Po, spori që kam tonë në skinë, dhe më thonë, ka qenë konga Mariza Ekonomit, një kongë, piano e vjetër, sa e kujtoj e ka qenë, për ditë shkollës. Pastaj e përsojnë e me po talentin tim, edhe kështu që vazhdu, do më thonë, më orientoj që të shkoj në ansamblin Shot Galica. Dhe aty pas që po bëhet një punë serioze, po bëhet një punë shumë e mirë, në udhëhecjen e profesorit Shaqerhasit dhe Rostem Gjekajt. Dhe aty do më thonë, kam kënu kongën e parë me ka humë Mindili, konga parë që dhe në bas të asoj konga, do më thonë ata edhe zbulun talentin tim. Do më thonë që edhe vazhduva tutje. Super, shumë mirë. Do më thonë ti se pas ke pasi kur jena të vegjel edhe e zbulun edhe prend një talent që kena nasit mitis, pas ke kënu si e vogël në përshpe? Po kam kënu, se kemi edhe tradit familjare, po se Bobi ka qenë këngëtar në atë edhe Agja im ka kënu, po kanë kënu kryesisht në rrithin familjar, do më thonë rrithin e ngusht, familjar. E kështu që e kena dhe paka shumë trashëgur nga familja. Po për dyqysha e ke po këta këngëtar, gjithë e ka një dikan që aty të shpia që ju ka kënu ma heret. Po sigurisht pa pas dikan ti s'munësh me dajnë. Përmente një kongë për Mindilin, a e ma në me atë kongë me na e kënu pak a lume në i pjesë tjetër? Po, besoj që po. është një kongë shumë e mirë, që kënohet edhe tash edhe në përdasmë. Ama e kujtoj, moj men mirë shumë, dhe më thonë ajo kongë që e kanë po talentin bazë të asoj kongët që kanë. Kështu që te pas ke ato si qelë suksesit, me to pas ke fillu. Kështu që pse mos me rikujtu edhe ne, pse mos me këthy atë kohë. Po pa tjetër që të ta këndoj një pjesë shkurt. Po, në rregull. Më ka humin dilio, se di kum karoje, se di kum karoje, rrethëm rretho borritho, me lote ka me loe, me lote ka me loe. Më thunal heq. A bërë me boj intervjisa me shto kënu? Pa tjetër se... Bile po më do këtë ma me qef kënën se sa me folë. Ma me dëshire kam me këndu se sa me folë. Sa shpesh e kënën këtë kongë, ti ka shpia, ta shërasht edhe kur të kënën, ta kujtojnë atë periudë. Po ta që edhe në përdasma pe kënojnë, se edhe kërkojnë ta smurt, kështu që kënohet shumë herë kjo kongë.